Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, e cila shpalli të pafajshëm ish komandantin e UÇK-s Ramush Haradinaj, ky fundit mbërriti pas ditën e të njëjtës në Prishtinë. Për të pritur zotin Haradinaj në aeroportin Adem Jashari ndodhej vetë kryeministri Thaçi dhe zyrtar të lartë qeveritar, si dhe familjar të kreut të AK-s. Në konferencën e improvizuar në aeroport, kryeministri Thaçi tha se vendimi i Hagës vërtetoi luftën e drejtë të UÇK-s, ndërsa vetë Haradinaj tha se do të nisë menjëherë punën dhe bashkëpunimin për të çuar përpara Kosovën. Sot është ide më e mirë për gjithë shqiptarët dhe mund të them drejt se pafajësia e zotit Haradinaj dhe gjithë bashkëluftëtarëve është plotësim i gjithë asaj feste madhështore që kishu për 28 nëntorin, për ditën e pavarësisë së Shqipërisë, 100 vjetorin e pavarësisë dhe festën e flamurit kombëtar. Drejtësia ndërkombëtare ka konfirmu se rruga jonë për liri ka qenë e pastër dhe e drejtë dhe po ashtu na mundson që kemi besim se edhe rruga para nesh do të jetë e mirë dhe ne do të mujmë së bashku me i kalue sfidat që na presin. Unë ju siguroj se do të punoj me gjithë ju në mënyrë që të zhvillojmë vendin, të heqim para sfidave, të arrijmë fitore tjera së bashku. Mëngjesin e të njëjtës gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi shpalli të pafajshëm dhe liroi nga të gjitha akuzat ish anëtarët e ushtrisë qeveritare të Kosovës, Ramush Haradinaj, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balejn në rigjykimin e pjesëshëm për akuzat në zonën operative të Dukagjinit. Pas shpalljes së i pafajshëm, kreu i AK-s pritet të rikthehet fuqishëm në politik me synim udhëheqjen e qeverisë së Kosovës. Fakt ky që është konfirmuar nga vetë avokati i mbrojtës Emerson. Kohët e fundit në mediat vendase është folur për një marrëveshje mes PDK-s dhe AK-s për qeverisjen e Kosovës.